Në komunën e Gostivarit, sot u mbajt mbledhja konstituive e Këshillit të Ri Komunal, një ngjarje e rëndësishme për institucionet lokale dhe qytetarët e kësaj komune, si dhe një fillim i ri i këshilltarëve të zgjedhur në zgjedhjet e fundit lokale. Sipas procedurave, fillimisht u bë verifikimi i mandateve nga Komisioni Përkatës që u zgjodh gjatë ditës së sotme, ndërsa më pas, me shumicë votash, Valdet Xhaferi u zgjodh kryesues i Këshillit Komunal për këtë mandat 4 vjeçar, emri të cilit erdhi si propozim i këshilltarit Shpresim Tahiri. Dua t'ju falenderoj të gjithëve për besimin, mbi gjitha kjo është një përgjegjësi e madhe. Vlerësoj se të gjithë bashkarisht, pa dallim përkatësisë politike, etnike, fetare, në frymë konstruktive, me transparencë të plotë, në konsultim dhe koordinim të vazhdueshëm, bashkë do të punojmë që të sjellim vendimet më të mira, më të dobishme për një qëllim të vetëm shumë fisnik, qytetin tonë të shtrenjtë Gostivarin. Me keqardhje dua të konstatoj se ne sot bëm verifikimin dhe konstituimin e Këshillit të Komunës Gostivarit me 23 antar. Vlerësoj se padrejtësisht Gostivarit ju janë shkurtuar 8 mandate të Këshillit, pra nga 31 kemi ardhur në 23. Dua që ta shfrytëzoj këtë mundësi, t'u drejtohem të gjithë kolegëve këshilltar dhe institucioneve tjera që t'japim kontributin ton maksimal edhe ne si këshill, që të mundemi të rikthejmë Gostivarin në vendin që e meriton. Mandatet e këshillit të jenë në 31, por edhe të gjitha të drejta, detyrimet dhe obligimet të cilat dalin nga ky shkurtim ti rikthehen qytetit tonë Gostivarit dhe mbi gjitha ti kthehen qytetarëve të Gostivarit për arsye se ata më së shumti e meritojnë. Punimet e seancës konstituive i ndoqin nga afër edhe ushtruesi i detyrës kryetari i komunës së Gostivarit Valbon Limani. Ai me këtë rast i luti këshilltarët që interesi i qytetit të jetë përtej çdo interesi tjetër, që nënkupton se sa herë që në këshill të vinë propozime që kanë në fokus interesin e qytetit, këshilltarët t'i mbështesin unanimisht. Fillimisht ta shfrytëzoj rastin që ta uroj mikun tim Valdet Xhaferin për postin e kryesuesit të Këshillit dhe nuk kam dyshim që do ta udhëheqish mbi gjitha me sukses dhe dinjitet Këshillin Komunal të komunës së Gostivarit në këto 4 vitet e ardhshme. Do t'ju tregoj se Gostivari, qyteti ynë, është për te gjithë politikave. E shohim 15-20 vitet e fundit çka ndodh dhe do t'ju lusë që për çdo pikë, për çdo projekt i cili ka të bëjë me interesin e qytetarëve dhe qytetit tonë, të gjithë të jeni unik dhe të gjithë t'i përkrahni të njëjtat që mos na ndodh nesër edhe ne fëmijët tanë t'i përcjellim për në mërgim. Unë nuk dyshoj se do të ketë edhe debate, ndoshta edhe përplasje, por besoj që të gjithë do të jenë konstruktive dhe të gjithë do të jenë në interes të qytetarëve dhe të komunës së Gostivarit. Këshilli i Ri Komunal përbëhet nga 12 këshilltarë të Aleancës Kombëtare për Integrim, 5 nga VMRO-DPMNE, 3 nga Koalicioni Vlen, 2 nga Partia Demokratike e Turqive dhe 1 nga Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë.